Sot jemi këtu ku përflasim në vendin e quajtur Gryka e Poçemit, që merr si territor qarku Vlorës. Policia e shtetit, në bashkëpunim me policinë e qarkut Vlorë, ka bërë një plan të përbashkët, masash operacional, për goditjen e këtij aktiviteti të palishëm, kultivimit të bimeve narkotike. Prekosh ne kishim një informacion për këtë zonë që e kultivoi. Kjo në bashkëpunim edhe me palën italiane, Guardia Financën, Interforcën, që bëjnë monitorimin e ajrit. Organizuam pika vëzhgimi që e zgjatëm pak operacionin me idenë për të kapur në flagrancë autorët. Sot e finalizuam operacionin që në mëngjes erët shpejt kapëm pikat dominante të zonës. Për shkak të territorit madh nuk patëm të mundur që të kapim gjithë autorët. Për momentin kemi kapur 8 autorë të dyshuar të këtij aktiviteti, pasi u kapën brenda perimetrit të kësaj zone të cilën e kemi evidentuar si zonë që kultivohet bimë narkotike. Kemi aktivizuar rreth 200 forca, kryesisht forca speciale, forca ndryrës shpejtë dhe ato të qarkut Vlorë. Po bën gjithë veprimet procedurale, gjithë zona që pas me edhe në krahun tjetër, është zonë që ne kemi shpërndar forcat po bëjnë shkatrimin e parcelave. Kemi bllokuar, sekuestruar gjithë provat e mundshme ligjore të cilat janë gjetur në vendngjarje. Kemi ndarë disa grupe të cilat merren me shkatrimin, por edhe grupe të tjera që merren me dokumentimin dhe veprimet ligjore. Kështu që në momenti i parë ishte siguria e forcave tona, e cila na deshi pak kohë për t'u kapur. 8 persona të shoqëruar janë persona të kapur brenda këtij perimetri, i cili shifet qartë nga ju dhe ta shihni prapë që kanë gjithë perimetër ka kultivim bime narkotike. Kështu që për ne janë autor dyshuar, ne nuk kemi mundësi tani të bëjmë veprime të plota hetimore, sepse jemi në terren me masa të forta sigurie njëherë për siguruar jetën e punonjësve tanë cilët operojnë të zonë, për identifikimin e gjithë parcelave që janë në këtë territor, shkatrimin e tyre dhe gjithë veprimet procedurale, pastaj do veprojmë më plotësisht në hetim për të dokumentuar çfarë lidhje kanë këta persona. Ne kemi klasifikuar në 4 parcela të mëdha. Pastaj mund të ndash gjithsesi nga ju. Po për momentin nuk mund të jap dot tani sepse ky ka goxha shtrirje dhe nuk mundet, por veprimi po bëhet veprim procedural i rregullt dhe do evidentohet çdo bim që shkatrohet. Në fund të operacionit i cili mund mos mbaroj sot për shkak të territorit të gjerë, do japim një prononcim më të saktë për të gjitha dhënat që ju mund të kërkoni. Kujdes, bak.